Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, falenderimi i takon Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi të gjitha ata që i ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në mbarim të kësaj botës. E filloi këtë temë me vullën e Hazreti Sulejmanit alayhi salam, innehu min Sulejmane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Pas këtij emnit Allahu Gjellëshan që ka qenë vullë e Hazreti Sulejmanit, Allahu në Kur'an e Kerim thot: "Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayati Allah faqul salamun alaykum." E kur të vinë ti ata që besojnë argumentet e Allahu Gjellëshanu, thoju assalamu alaykum. Pra, me siguri se ju jeni për atine që besoni argumentet e Allahu Gjellëshanu dhe ju e meritoni selamin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pra tema ka të bëjë në lidhje përse e mshefim islam. Përse e mshefim islamin. Mshefja e islamit në shumë mënyra bëhet. Neve sa do të na premtojë koha, do të folim në lidhje me ata. Nëse dikush i lavdrohet me fjalë, lavdrohu me punë ati. Nëse dikush i lavdrohet me sekte, me mezheb, ti ati lavdrohu, unë jam ummeti Muhammed. Nëse dikush i lavdrohet, unë e adhuroj krijesën, të me gojtë plot thoi, unë e adhuroj krijuesin. Pra, Bilali radiallahu ta'ala anhu, kur e pyetën kush je, tha jam i islamit. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur e ndigjoj çka ka thënë Bilali, tha edhe unë jam i islamit. Këto burrat mëdha. Kush është Omeri? Po s'ka pas kohë të flene. Dhe ka thënë nëse fle ditën e humbi popullin. Nëse fle natën e humbi vetveten. Omeri radiallahu ta'ala anhu, ai kur e ka pranuar postin si halife, ka thënë më ka ardhur si me pranu të hani kafshë të ngordhur. Dhe çdo xhuma ka kërkuar kush ta zavendësoje. Duke ditë përgjegjësinë e madhe se çdo të thotë të bësh udhëheqës si popullit. Por këto burra pse thanë si jam islamit? Tamam si mbas Kuranit, famlart ku thot Allahu Gjelle Gjelaluhu huve semmakumul muslimin. Allahu ju u ka emnuar musliman dhe nuk ka nevojë të thritemi me emra tjera. Pas kësaj lidhemi me ajetin Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. A ka fjalë më e bukur, më e lartë, kur njeriu thotë jam musliman. Ma një men, ka fjalë e mirë, ka fjalë më e mirë. Fjala më e mirë, për të mirëve më e mirë, dhe kush është? Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Edhe këtu vëmen ahsanu qawlan mimma vëmen ahsanu. Fjala ahsan. Pra, kur të hish në dialog me një që nuk është musliman, do hish në atë gjanë që është më e lartë. Kush është më e lartë? Kelimetullah. Kul ta'alu ila kelimetullah. Pra ne çka kërkojmë për atin që janë musliman? Ne kërkojmë
që ato pranojnë shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kjo fjalë është më e madhe pikë fjalëve. Por kjo është teori. Se ne në për libra më duket se kërkojmë fjalë e nuk kërkojmë punë. Sot nuk duhet kërkojmë fjalë, por duhet kërkojmë punë, vëllezër të dashur. Dhe më vërate, kjo vetëm teori. Teoria pa praktikën s'është asgjë. Praktika pa teorinë s'është asgjë. Por të na dalë matematika tamam, çka duhet? Teori plus praktika barazi islam. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Vetëm këtë ajet t'i vëmë e majtë. Ahsen, gjë shumë e lartë. Kjo gjë e lartë për të vërtetu neve, se me të vërtet e lartë, wa amile salihan. Salih gjënë të thote, punë, ama ka punë e mirë, ka punë e dobishme, ka punë e pëlqeshme. Për shembull, të shkojsh në shkollë është mirë, ama mos mësojsh, s'është mirë. Të shkojsh në punë, është mirë, ama mos punojsh, nuk është mirë. Të shkët hasenin si me e bo ameli salih, të shkojmë në shkollë, ama të punojmë, na të mësojmë. Të shkojmë punë, të punojmë. Që tash në dela jo matematika mrenda. Se kur thot Allahu Gjeleshanu hel yestawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, a barazohen ata që din me ata që nuk din, si mund bëhet ki krahasim? Ai që din me ata që nuk din. Jo, nuk ka qëllimi këto. Qëllimi do t'i ndajmë ata që din, kush din ma shumë. Për shembull, unë di pak të din ma shumë. Ne s'mund barazohemi. Për ignorantit, Islami i thot o ti, nëse don të barazohesh me ata që din, të duhet ngahesh. Pra, mrenda atini që din, pas ka dalim. Unë di pak të din shumë, unë kam dhanë pak të ke dhanë shumë, unë kam kontribu pak të kontribu shumë. Pra, në këtë fjallin, hel yestawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, këto, dhe më thanë, ai që din, duhet dije në më tepër, edhe ai që nuk din, kërkon shariati fe islame që ai të dije, që të barazohet me ata që nuk din. Pra, wa amile salihan. Wa amile salihan. Pra, sahabët, Ridwanullahi ta'ala alejhim ecmain, këta të që arritën, që krijuan shtetin islam, që krijuan Mekën, dhe e përhapën islamin, deri në Evropë, deri në të thomi larg, në perëndim, ka qenë me punë, jo me fjalë. Pra, neve na mbetet me punë, jo me fjalë. Dhe më për atë, dituria, për herë të parë, ku dul? Në Mekë. Mos që qenë Mekja, nuk do t'ishte Medinja. Mos që qenë Medinja, nuk do t'ishte Shami. Mos që qenë Shami, nuk do t'ishte Bagdadi. Mos që qenë Bagdadi, nuk do t'ishte për shembull Bukhara. Mos që qenë Bukhara, nuk do t'ishte Endelosi. Mos që qenë Endelosi, si mendon kjo Evropa sot që qashqen materiale dhe këtë përparim shkencor, do t'a kishin? Jo. Falë Kurani vëzni, falë atin e burave që e përhapën islamin edhe dire ku mritën. Dhe mu për atë, njeriu si qenje, si gjasjen, për stallohesh pi gurit, as pi drunit, as pi hekurit. Njeriu në zhvillime si për nuk dallohet prej bimës, e na jo, zhvillohet për rritet e vdes. Njeriu si qenje e gjallë nuk dallohet prej kafshës, se nda të jetoj. Njeriu me mend, a zotriu këtë krijesave, duke e dhanë Allah mendën dhe arsien. Pra, mendja çka dan? Përsi për dan udhëzimin e Allahu Gjeleshanu, se me mend bëjnë bomba atomike, me mend bëjnë këta luftat, por kjo mendja dan përsi për besimin, dan përsi për islamin. Pra, wa amile salihan, wa kale inneni minel muslimin, subhanallah. Amile salih, dallohet prej punës. Punë e dobishme që muslimani duhet bëjë punë dobishme. Ija më njëherë mas asaj, kush vinë? Walladhina amanu wa amilu salihati. Subhanallah. Pas besimit më njëherë vëjnë vepra e dobishme. Ulaika ashabul gjenne. Kush do t'jenë xhenetli? Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të dobishme. Bile thot, walladhina amanu wa amilu salihati, ulaika kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shtëpia atine, banimi atin botën tjetër do të jetë xhenetul firdaus.
Pra, mas besimit vjen ka ameli salih, jo ameli hasen. Mëndi qka? Fjale tjetër, wal amelu salih yerfa'ullah. Punën e dobishme e ngren Allahu. Çka është punë e dobishme? E bën një vepër vetëm për hir të Allahut. E nëse ki bën një vepër që është në pajtim me Islamin, por e bën te për dunjan, për si e faqe, Allah i thotë të nuk më laje ta ngren lart. Të e majtë për viti. Wal amelu salih yerfa'ullah. Në pishmallëkun, në momentin e vdekjes që do të kenë njëzi pishman për një arsye. Çka? Do të thotë la'alli a'malu saliha. Më ktheu Allah një herë të bëj vepra të dobishme. Për më ju afru Allahu Gjelleshanu, me çka? Me vepri salih. Çka thot Allahu Gjelleshanu? En amile salihan terdaha. Pra këtë ameli salih lidhet. Ameli salih, shkurt, dhe më thonë vepër e dobishme. Mund të thomi kështu, punë e mirë që ke bë për vete, punë e dobishme që ke bë për shoqërinë. A punë më të mirë që mund ta bësh për shoqërinë është që neve ta përhapim dinin islam ashtu si na ka mësuar Allahu. Wa qala innani minal muslimin. Interesant, mbaron ajeti me fjalën wa qala innani minal muslimin. Nuk thot wa qala inni minal muslimin. Wa qala innani ta'kid. Me të vërtet thot jam besimtar. Që tash kjo matematik për të na dalë saglam neve, çka e para? Ahsen, gjë më të madhe. Vepër e dobishme, edhe tash na del matematika neve tamam si që e lipën Allahu Gjelle Gjelalun. Pra, ki njeri me këta cilësi që i ka, qili, toka, çka ka krijes e njofën. Bile edhe njerëzit e njofën, jo ka ftere së është njëri i mirë, po ka shpejna. Vetëm kër ta shofën, thonë, ki musliman është. Ka shpina kër ta shofën. Sepse ki është duke ecur si mbas shariatit apo si mbas islamit dhe të dashëm. Po vëllezër, përse ne e mshefim islamin? Këto është pyetja. Përgjigje çka është? E para, e mshefim islamin se islamin e kemi pranuar me trashëgimi. E dita, e mshefim islamin se nuk veprojmë në bazë të islamit. Nuk punojmë në bazë të islamit. E katërta, e mshefim islamin se turprohemi se jemi musliman. Po, turprohet. Kemi pas në rastet të varzit, nuk i ngrenë dorë, turprohet. E mshefim islamin se mendojmë se këtë kjo shka ndodhë në botën arabe, mendojmë se si shkak, si sebeb është islami. Pra, kjo luft që përbëhet, kjo vrasje, vrasje që është të bënë botën islame, mendojmë se islami është shkaktar. E mshefim islamin se mendojmë se islami është i arabëve, dhe kemi frikë të bëjmë i arab. Interesant, kohën e komunizmit, thanë nuk e dumi Muhammedin se nuk është arab, nuk është shqiptar. Po edhe Stalini nuk është shqiptar, po si e murën krijetar. Pra, Muhammedi a.s. nuk ka desh në bëjë një shqiptar, pasi arab, por në desh të bëjë musliman. Një letër njoftimit që e kemi si jemi shqiptar, të ipke një letër qëtët të fejës islame që të mbrojmë këtë se çka jemi. Pra, e mshefim islamin djali në vendlinje thritet Ramadan për fat të keq, kur del në perëndim thritet Viljam. Vajza këtu vendlinje thritet Merjeme, kur shkon në perëndim thritet Maria. Përse? Sepse Islami nuk e ka kuptuar. Islami ka tre gjëra. Ambëlsia e Islamit nuk e ka shijuar, bukurinë e Islamit nuk e ka përjetuar, dhe Islami nuk e ka mësuar. Të tre gjëra. Si mos e ke se njeriu ta dihet se ai është i lohatshëm. Ai është i lohatshëm. I nderuar i vëlla, Zvisrani ekstrem. Ai tha që nuk e dan Islamin, tha kemi mish halal për muslimanët. Por dhe e ne kemi mish halal për femrave muslimane, që në argëtojnë natën, në për të klubet, plot për Algjerit, plot për Marokës. Pra i kje femna
që lujnë me kuk në për ata klubet e atire që argëtojnë. Që qërë ofendimi, kemi mish halal për muslimanët, pa edhe ne kemi mish halal për grave muslimanëve që në argëtojnë natën. E kjo si mund të ndalet? Mund të ndalet vëllezër të dashur kur ne do të punojmë me Islamin dhe ta njohim Islamin ashtu si duhet. Pra, e mshefim Islamin edhe prej fëmijëve tanë, i nderuari vëlla. Ne fëmijëve tanë nuk ma tregojmë realitetin e Islamit. Nuk i thomi fëmijëve se dituria, puna, pastërtia, përparimi, shkenca janë të Islamit. Nuk i thomi fëmijës për shembull, ti thomi ta kesh ekonominë e fortë është ibadet, ta kesh industrinë e rëndë në dorën tënde është ibadet, të kesh profesora është ibadet, ekonomistat kesh është ibadet, inxhinerët kesh është ibadet, Hollywoodin ta kesh ti, po jo memorista. Hollywood artista musliman që do ta tregojnë Islamin nëpërmjet artit është ibadet. Pra, ibadet është në Pentagonin ta kesh ti, që del pjesa e paq për mbar botën. Në këto gjëra nuk ja tregojmë fëmijëve tanë. Pra, e mshefim Islamin, e kanë pyetur një dietar të Evropës, i kanë thënë, çka dinte për Islamin? Ai është ndarë, ka thënë, për herë të parë ndigjoj këtë emër. Thotë, mundosh që se do një emër do një klubit, ose do një fabrikës. Në Amerikë, Omer Khayamin e kanë ditur se është pejgamberi muslimanëve. Dhe veprat e ati e kanë ditur se është Kurani i muslimanëve. Përse? Se në librariat e Amerikës, për herë të parë, është gjetër në përkëthim, në gjuhën e tine, vepre Omer Khayamit. Po kur e thamë këtë hosh, shka shkove në Amerikë? Kushie jotë që është Macedon, a e din Islamin ajo? A i ki bot talkin Islamit, ati kushis që ki jetojmë neve 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë dhe ma tepër, dhe të dashur. Pra e më shefim Islamin. Përse botën Islam e ne nuk e prezemtojmë? Sepse nuk jemi gjendje as me fjalë, as me punë. Pse e thamë këtë dhe të dashur? Shto sizët, mos do kushit të se madin Islam? Jo. Teleskopin kush e shpiki? Që pa më larkë. Mikroskopin kush e shpiki? Që pa më gjare që nuk duket me si të balit. Pra, dilbijet që i afrojnë gjana kush e shpiki? Rëngelin kush e shpiki? Kush kja i pari që e qajti kokën njeriut dhe e qiti të marin dhe e boni njeri? Kush kja i pari që e qajti gjoksin njeriut dhe e shnoshi zemrën? Kush kja i pari që e qajti barkin njeriut dhe e qiti qirin? Sion madin Islam. Për fatë të keqë tash këtë përjetëm dhe të dashur. Pra, neve bile ma shpiki edhe shkot mikrofonin që e kam. Po ma interesant e në shkot patiskën e barë që e kam në këvok, së është madin musliman. Ashtë dikujt, e atëherë bojt pytje, si të i pse më qefën fejën? Pse nuk e të regonë? Por dhëtë më nish nivelin e ati të folish. Me kimistin duhet dish kimin. Të thomi me lanë të tjera duhet t'i dish të që t'i ishte me ata bisedojsh. Nuk ashtë tonë t'i dish komplet, se është pa mundme. Por atë që i ki në Koran mund t'i thosh, se këto gjara, këto land janë Koran. Por Korani është libër i shenjtë, fjala Allahut e shëndruar në germa, që lidh njeriun me njeriun, lidh njeriun me qilin, lidh këtë botë me botën tjetër. Është libër që bëjmë ibadet ne me këtë vëllezër të dashur. Përse më shefim Islamin para botës? Sepse nuk e dimi Islamin, që me Islam të prezentohemi, vëllezër. Bota e Islam e besoni kërkon dorë. Sidomos rinia që tash, rinia e Zvicrës, do që kam hetuar, thotë, janë larguar pikishës. Të kese musliman të mirë, të fort, besoni se do të gjenë zemrat të shprasta edhe me dhe farën tënde. Pra, bota, jo Islam e kërkon ndihmën tanë. For ne, pi pamuzdijes, ose mos interesimi për Islamin, nuk e zgjatim dorën të ashtimet vëllau në Islam, a i vëllau një është sot. Mas 1 milion vjetëve të punat miliona, edhe te e kishtuar atë sevapin tanë, Femra muslimane, vëllezër të dashur, për fat të keq,
100 butika do t'i kërkoje për ta gjetë një fustan sa më i grisur, sa më i shkoqur, sa më i ngushtë. Djali shqiptar musliman, ai do t'i kaluje 100 xhamia për të shkuar të një kafiq që shkilet nderi i fesë islame dhe nderi i motës islame. Përse më qefim neve islami, vaj? Përse më qefim islami? Se kemi thënë, jemi vetëm musliman, nuk kemi thënë me të vërtet jam musliman. Ne kemi thënë, jemi musliman. Ama këtë me të vërtet, vokali inneni minel muslimin, këtë se kemi thanur. Pak një erë të na kalujem mbi kokë ne dërzohemi. Jo vllazin. Pra, këtë islamin e madh e kemi mbyllur në 4 munat e xhamajeve dhe na kanë thënë munat e xhamajeve t'i bëni më të gjara që mos ndigjohet fjalë hoxhë për jashtë. Ne që jemi këtu, jemi të obliguar që islamin ta futim në institucionet tona, agje ku janë burrat tanë, të cilët duan të jetojnë alla frangat vdesën alla turka. Duan për shembull në momentin e vdekjes këtë ceremonitë fetare të bëjmë atine. T'ja laj durët tunë të jap abdes, a kuri mos marr abdes. T'ja fali namazin e xhenazës, a kuri mos falet. Ta qoj të xhamia, a kuri s'ka ardhur te xhamia. Pse e qojmë xhenazën te xhamia? Për t'ja fal namazin e xhenazës, por nuk është e drejtë. Ta them na thonë që nuk është e kulturshme. Përse? Unë t'ja fali xhenazën atij, ai mos më falë mua. Unë të lutem për ata, ai mos më lutet për mua. Pra, a jemi të këshin e këtë që e thome? Jo, pashallahu. Ja du mi shpëtimin çdo kujt për Zotin. Se në islam nuk kemi me gisht bëjmë kështu. E kemi të ndaluar e psisht me gisht. Për çka? Vetëm me dorë. Për të mirë thomi ne shkojnë në xhenet, për ato që janë jo të mirë thomi Zoti bofti dajet. Keq kur në herë nuk thomi vëllezër të dashur. Përse më shefim islamin? E vërteta duhet flitet vëllezër të dashur. Çdo kundi, po sidomos në xhami. Nëse një imam e mshefën të vërtetën brenda në xhami, ai veç se ka gabuar profesin. A për ato do të ishte shumë më mirë ta marrë një kuti edhe një fërçe, va pastrojë kpucët e qytetarëve se sa ata tradhtoja emanet shumë të rëndë, imam fjalë me të dashur. Pra, ju betohem në Allahun Gjelle Gjelalu në dëgjallin dhe këto që i kam përjetuar. Një zisran që i ka pranu fen islame, një imamit i ka thanë, mos thuaj feje islame dhe feje tjera. Një feje thot, inne dina inda Allah l'Islam. Zisrani, 10 vjetë që i ka pranu fen islame, i ka thanë imami më thuaj feje islame dhe feje tjera. Një feje. Prena Ademin a.s. dhe këtë botës një fe. Për hosh ka fe e tjera, ato i kanë bo vetë. Si që i bon fe në shqiptarëve, shqiptarie. A i hirifi nuk e ka kuptuar kër ka thënë këtë fjalë se, që kanë fe e shqiptarëve, shqiptaria, a i moti isha asimilu. Për fali islamit që i mbeti shqiptar. Sepse e ndaloj të martohet me, se sot do t'ishte ja grek, ja bulgar, ja sërb. Fali islamit, a i mbeti islam. Mandej, a do në shkojsh në Evropë, po, besoni se në Evropë së në shkojsh pa islam. Me të madhe pranohet islami, vëllezër të dashur. Habitesh pashallahu. Në xhamin teme që i kam, unë kam 3-14 vetë i kam. Vajza sot qanë, e mblume komplet, vetëm qanë. Thot, pse se këm pranua për para, pse baba, pse gjishi. Ne kur të shkojmë në Evropë, edhe si musliman dhe shqiptar. Ama ai që shkon në Evropë, vetëm si shqiptar, ai mos është shqiptar, musliman pa jo. Pse më qefim fen islamin dhe të dashur. Pra Zvisrani i tha kështu. Pra, a e dini se ki Zvisran në ditën e parë të Ramazanit do falin taravej namazin. Imami Janajsën Seriski, Elhamin, det janë qëtë. Do fal? A nuk folën me fjalë tona, argumentet, kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Po që e flet të vërtetën, bërëm argument. Bërëm argument, i thot imamit, se jacejnë duhet me falë nga dalës, e taravejnë duhet me shpejto. A unë e kam argument. Po qka? Ka të eflahal mu'minun e ledin hum fi salatim khashiun. Khashiun, të koncentrum. Qka mund bëjë imamin që dash? Ki Zvisrani ka thanë, ku e kje mjekrën taj?
Po ki ka thonë, po sunet të mjeka. Jo, nuk ka thonë. Vajgjipi është mërënda në sunet. Vajgjipi është mërënda në sunet. Subhanallah. Shifin vëzit të ta. Pse e më shefim islamin neve? E më shefim para të arsye se, thamë, e kemi pranuar me trashëgimi, në vëjnë marrë dhe thëmë si jemi musliman, mendojmë se është pjaranve, mendojmë se kjo që ka ndodhë në botën islame, është shkak islamit, në uzubillahi ta'ala. Pra, kjo është vëllezër të dashur, jashtë asin normave islamit. Inderuar i vëlla, një namaz që i falim taravej, neve ki namaz në fukit fëteres në ditën e kiametit. Imamit edhe ati gjematit të cilet pajtohen. Edhe këto e këshin qitë një imam, e këshin dalë. Po e kundër të ati, ata e këshin dalë pëse falit shpejt, këtë e kanë dalë pëse falit kadales. Edhe i kështë thonë në taravejnë e parë, nëse ti vazhdojnë të falit nga dales, do mbete shtej me muezinin. Po ne shkum, ku? Dë shkuje taj që do në të hinë librin ginik për 15 minuta se riski. Aja nuk është taravaj, aja vesh është talavaj. Aja ka dalë pja saj. Gjërsohet imami të falë taravaj, subhanallah. Falë dire qatërin e tehijat. Falë dire qatërin e tehijat. Dhe më thanë, sa lire ka tini vësterih, qëtësi është për të knaqu. Pa ku du knaqë është e? Pa namaz janë shërim. Një njëri që i falet dhe është nervos, aja sa falë. Një njëri që i falet edhe është nervos, nuk ka falet. Aja se ka përjetu knasësin e namazit të qetësohet shpirt. Namazit e qetësi shpirt. A ha buk për të sos bukun, apo ha buk për të ngop? Ne më duket se ha buk për të sos bukun. O shpirt, atë kilo buk në hasha, sos ha buk për të ngop, valaj. Pra shive, ne kështo bëjmë me ibadetin. Sa të sosim? E sosim të rave. Hoq, a 8 reqat, apo 20 reqat? A 8 reqat ma shpejt, ma kadales, apo 20 reqat ka thonë ma shpejt? Jo, ka thonë 40 reqat ma kadales. 40 reqat ma kadales. Pra shifrin vënë, përse e më qefin fenë? Pra, kina mas në këtë e qvine. Pra, ne muslimanët e më shefim islamin në aeroportin e Cirit. Një musliman falë namazin e drekës. Një musliman për ne, për kinikane, kër e shefat muslimanin thot ki, i prapa metur. Pa më falet ben stadion në aeroport namazi. Subhanallah. Ki Joani thot, i muslimani habitet me muslimanin pëse e falë namazin. Kush është ki, kush është taj? Ki është Joani. Ki Joani, hiq pa ka në Arab, a bo Afrikan, se punon në për kanale, anëzaj, këtë katran. Si ve hama, ditën e han, e i qëtë ditën e gjëman aksham. E kita është të si falit. Aj që falit din kush është. Aj që falit është përgjegjës i në repartit të aeroportit të Cirit. Punën e krim në vakët edhe namazin në vakët. Para 13 vjetë dhe ka pranuar fe islame. Ki Joani i biri i muslimanit habitet, se ka mendohë se vetëm gjama i falit njeriu, e nuk falit tjetër kundi. Pra shifin vëllezër të dashur, diri, pse më qefim islamin, e më qefim pse nuk e dimi ne. Pra, ki Joani tha, Zvisrani i pramametur, a në realitet ne imi të pramametur, a i bile e ka gjetë atë rrugën më të mirë, më të ëmbël, që e ka qetësuar shpirtërisht, sepse është ushqim shpirtëror, puna e fejës islamën dhe të dashën. Në aeroport, edhe një prift ka në falë, ama aja falë në vene, në fene vete. Asë një krishten nuk i ka thonë këti i mprapametur. Asë një krishten nuk habitet se ki i prapametur. Dhe asë një krishten nuk kam digjuar t'i thosë se priftit shumë i kërë shumë mjekrën. Këtë të ne e në këto problemet. Përse? Duke i numëruar të parat. E qka tash, kër e kam pëjt priftin, kush e falë më mirë në atë fenë, kush e bani badit më mirë, a ju apo muslimanët? Ka tha muslimanët. Po si? Pas një udhëtimi të gjatë që kanë hecë me aeroplan, kanë fluturuar, muslimani thët i nxjerr çorapët, freskohet, merr abdes, njëherë i largon ato bakteriet që janë gjitur, por që është më rëndësi, i largon edhe rrezet e damshme që ngjiten për lëkurën, ato 24 orë si trejnë lëkurën e njeriut, ato shkaktojnë në kancerin në lëkurë. Sot po e vërtetojnë hadithet e pejgamberit, se për ata ka thonë fërkoj durat mirë. Pra prifti thët pranon se thët muslimanët e falin namazin. Dhe unë shka ulan karikën e banat
ceremonin teme. Pra alhamdulillah, dikushit që nuk është musliman, po e vërteton se islami janë që mirë, ki janë që ka pranuar islami me trashëgimi, ki nuk e njeh islamin dhe thot s'është i mirë islami janë. Ndërua. Ndëgjoj këtë ngjarje me një profesoreshe vëllezër të dashur, ajo është angleze biologe. E smund, psikisht. Shkon te mjeku. Ja caktojnë një terapi fenobarbiton, asamit, tegretol, defetoin, lekselium, 3-4 vjetë, 5 ka shërim. Nuk ka shërim. Detirohet shkoje në faltorën e budistëve. 1 vjetë. Nuk gjenë shërim. Shkon të faltorët e jahudive, në ato sinagogat, a në gjenë nuk gjenë shërim. Shkon të kishat, a në gjenë nuk gjenë shërim. Një natë, duke ustuar në për Londër, shef muslimanët, gra e bura hinë xhami. Edhe kjo masatine. Hinë për shkon afrohet të burat. A njani për burave si kimi zanat në warehouse, ne kemi pas rastin në xhami, nuk ja vetë dorën vëllau të hecë për para këto, edhe ne se ka zansh vendi mrapa, për pikni i bje kësho. Subhanallah. Po vinja dorën islame këto me abdes, hecë para, të lirën vend mrapa të në tjerve. Ajo e qëtë mrapa. Shkon të gratë i që, largohen. Asë që nuk afronë, burët dhe largohen, këto e përzonë. Imami, ja nisën elhamin, këndonë surën mrapa, aje në fund thot, maj gotë të ushërova. Ushërova. Mrenda namaz, ushërova. 3 muaj ditë që grue ka shku a falë në akshamin, Jacin edhe sabahun, shkaku se imami lexon me za. Mas 3 muajve, një profesorashe biologe edhe ajo. Ajo lidhet falet me këtë barës. Kjo kur e shef, subhanallah, muslimanët, kjo i ka ditë rendin. A më shiqo tash, paraqitje e kësaj, sa bukur është paraqitje ka tërhek ata. Këto na mungon vëllezër të dashur. Ne erdhëm na për muhabetin, vend që pajtin shanë. Si ka thënë, nuk kemi problem për të zgjedhur problemi, kemi problem për të ardhur deri te problemi. O vëlla, ti do të dalësh në problem, unë se dihet mesele. Pra, neve në vend që ti thresim njerëzit në islam dhe i shajmë. Kjo është gabimi i madh. Pasi marron namazi, i thot kam dëshirë të të gostisin një ambëlsirë. Thot ta pranon? Thot po. Ai shkojmë thot në delin ambëltare. Shkojnë në ambëltare atje, duke ngrënë atë ambëlsirën, i thot, më fal, sa i njeh te kushtet e namazit, se 3 kushteve të namazit, femra duhet të jetë e mblome. Ai duhet të jetë e mblome edhe jashta, po gjën namaz, po se po. Se femra që mlohet vëllezër të dashur, nuk është puna vetëm ta damtojnë. Lëkura e femrës është më e hollë burit, pi burit. Ata e damton edhe në zeft i madh, edhe ftoft i madh. Dhe mu për atë Allahu xhashanu e ka detyruar që të mlohet. A që është farsës, nuk shkojmë atë. Dobinat që i ka brenda. Edhe nëse thot po më fal, thot unë jam muslimane. Ai thot më fal. Po si, thot unë gjeta shërimin për Kuranit. Kjo më njeri thot mirë. Pas ke gjetë shërimin për Kuranit, pse nuk e pranon islamin që të jetojsh jetë të qetë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër? Thot pasha Allahun, thot që 3 muaj që jam të u falë, këto kush të ka thonë, këtë që mi thuet ti. Ai që është kujshia jo të sa vjetë jeton me tej. Ai ki thonë jo. Te si ki thonë sot, ma i nesër do të thë se s'm ka thonë. Te sot nuk i thue. Ai nesër ka thë, ai njëri thë unë i gjallin se një thëmë të shpia. Ai qëtër punë është aja. Ai qëtër punë, atë për atë këtë përgjigjesh edhe unë në tej. Pra, thot të pranoj. Thot ka kushte, thot të kam banesën afer. Kjo biologja, thot të shkojmë të shpia të bësh një banjo, do të mësoj si, e do të vesh i teshën islami. Ndërkohë kjo i bie telefonet e imamit. I bie imamit telefoni, thot, kemi një femër, është profesoreshe, do të pranoj islami, do vëjmë në namazin e jacis. E pranon islami. E vëjnë emnin Hidajet. Hidajet e ka voj emnin. Subhanallah. Gje e këmvu një emën kua fem. Subhanallah. Gjalli thitë të televiz Baba Ahmet.
nana Hatixhe, vajza Elizabet. Po kështu nuk bën, se nuk kemi arab, po jemi musliman. Po në kështu nuk është e mbarë, se nuk kemi ingles, po jemi shqiptar. Po në shqiptar se ka vu. A muslimani nuk ja venim në Shqip, as arabisht, islamikisht. Edhe arabi se nja veni emnin arabisht. Islamikisht të vlazë dhe. Hidajet e venim. Këta bëjnë shoqet mire. Por që tash kjo është gest më i bukur, çka që e kom pëlqen. Se Allah i kam rejë hidajetin në fund. Kjo, kur shkon ka në fakultet, e tregon ka këtë ngjarje se çka ka ndodhur studentëve, se si ka ardhur deri në shërim. Po kjo kur hin nga klasë, "Selamu aleikum", me zot nalt. Po pse selamu aleikum? Pse këto nuk kapën selam? Po nuk kapën selam, se këto si ta për selam, vajzë do të jese me blu, me uniform. Me dallavere nuk mirët nota. Blesh nota, çesësh diploma, si ta për selam s'ka atë. Kur hiqet selami, vajnë këto qera, thaj. Kjo selam, e regjisin kur e sjellën me bismillah. Ama me zon, e najin. 11 vajza pranojnë islamin. 11 vajza vëllezër të dashur pranojnë islamin. Pyetja është pse më shefin fe neve? Në ciri punon me një fabrik musliman. 35 vjet. I vetëm është musliman. Këtë janë jo musliman. 35 vjet, as njani pi zvisranëve se ka kuptuar se është musliman. As njani. Ki muslimani mirë, dohani nuk e pëj. Alkoholin jo, mishin e derit jo. Kër e gustisin, kjo thot më falë, e ki thot dhe më falë, thot se alergik jam. E në muslimane në rejnë që tash. Në vend që ta tregoje në here, ta tregoje se jam musliman, mu mandalon Allahu dohanin, mandalon Allahi alkoholin, mandalon Allahu Gjereshanu në mishin e derit, por plus asaj, dva bëj me dije se pse mandalon. Çka është? Pse tash? Po e tregova unë vetën, ama ati duhet të tregoj se pse unë nuk e ha, nuk e pëj këtë gjë. 35 vjet vëllezër të dashur mos e marrë vesh. O i nderuar i vëlla. Budisti adhuron lopën. Hiç nuk mërzitet. Budisti barës me mëjtë në ato pacat të mëdhaj. Ha nuris. E në mburet. Nuk e ka gajle, thot feja. Nuk thot të jam alergik. Jahudiu vëllezër të dashur nuk e han mishin derit. E naj nuk thot se është jam alergik. Ma ka ndëluar feja. Jahudiu që është jahudi në atë fejën e vete, se e dorën burit tjetër kujtë që është për fejë tjetër. Jo grues, burit. Thot feja ma ka ndaluar. E tash une, hala pa e zgjatë dorën, une kam zgjatë dorën. Gruja e ka zgjatë dorën. A kur ta zgjatë e gruja dorën, të qitë e mi dilin që fshejnë hundet. Fshejnë hundet. Për banin triku, tha. Ama duhet t'i tregojmë vajtë. Pra, ne, pse më shefin fejën? E më shefin fejën se të besimi o problemi ketë. Pra, jehudiu nuk e han mishin e derit, thot feja ma ka ndalë, jo alergik. Jehudinka nuk ve bus se i bojt kuqe në bus, se e din se ka një pjesë për asaj dhjam derit. Thot feja ma ka ndalë. Këto tonë, mashallah, për një vjetë hani prasi. A për 5 vjetë vëllaj një derë, tamam, komplet. E në me i thonë, o, të ku shkon. Jahudiu vëllaj i dashur, jahudiu kësule, keni pa që të kësule të si i bajnë? Për hinë, fakultet shkon. Për me i thonë një profesorit thonë, e bane jo. A, këshishirë mund bajnë. Unë dhe thomë të vërtetën. Në hoqëllarë nuk e mba. Pa, në përstash, i me banë këtë shizika. Pra, i nderuar. Shefi vëllezit të dashur, deri ku ka arë situata e jonë. Pse më shefin fejën o i nderuar vëlla. Pra, femra muslimane, që e pranoj islamin, se vetëm qetësia është në islam të nderuar vëllazër. S'ka qetësi që të kundi. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Për shembull namazi. Pejgamberi alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, çka ka thënë? Si ta falish një acejnë në ber pusho. Pse pusho? Këto në trunin e njeriut ka një farë elementi. Ajo punon vetëm kur është erët. Lëshon një farë langu që e kaplon këtë trupin, mbrohesh edhe pi kancerit, edhe pi smundje zemrës. Ama kjo funksionon vetëm atere kur s'ka dritë. E tash, pra dobi e parë. Dobi e ditë. Muhamedi alayhis salam ka thonë, ngrini para sabajt, falni që to namazin e natës.
Ta shkenca në thotë se infrakti që i kap njerëzit ma shumë është që ati u kolla sabajt që i thomi ne. Te u kolla sabajt ku i? I në zikër edhe mbrohesh për jasaj. Smundjes pra. I e tash për shembull kur shkon në sejdë. Dihet se atë elektricitetin që i kije të dëmshëm në trup e tërheq tokë. E kur kthehemi në këbla, ne kthehemi kur falemi, jo. Min haythu kharajtum favallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram. Ku të jesh ktheu ka kibla. Del pi shpes ktheu ka kibla. Del pi shitares ktheu ka kibla. Del pi qeres ktheu ka kibla. Ne nuk e shohim rrezet që dalën pi Bejtullahut. Ato rrezet duhet na kapin neve sa shërim për ne, për trupin tonë. Pleqet tonë rrezet dash dikur e në shpejtit kishin ka kibla. A keni vuroj? Bile është merë që dritaret të qelish për shumë të jenë të hapura për të hi ato rrezet e delit. Pra, përse më shefim fen islame, kjo është pyetja që duhet t'ja thomi vetës tonë çdo kush i prenesh. Pra, kjo është ajo tema që deshta të thomë sonde para jush. Lusë Allahun Gjeleshanu, so fjalë që dulën për zemrës teme, inshallah kanë debërtuar në zemrët tuja. Lusë Allahun Gjeleshanu që ki numër që sot, unë e kam kanë para një vjet i gadi, o ba një vjet, unë dhe të pjesë për shembull pse vlajnë se ki marë. A qeti pse se ka marë babën, a qeti pse se ka marë shokun, a qeti pse se ka marë për shembull kujshin, atë shokun që e kenë punë. Pra duhet shtohet ki numër vëllezër të dashur. Ta dini se Islami do të, për shembull, pse nuk gjenë një gjuhë të përbashkët për shembull muslimanet. Është një tradite keqet e ne, liderizëm dumi. Saudia thët, ne meritojmë liderizmin. Përse? Për neve të ne është qabja, të ne është Medinja, të ne ka zbit Kurani, të ne kanë ardhur pejgamberi a.s. Irani thët, ne meritojmë. Pse? Ne kemi dhanë dije dhe filozofi dhe poezi kemi dhanë botës. Turqia çka thët? Ne. Se ne kemi përhapë islamin për shembull në Evropë. Këta spajtohen. E kush do ta bëjë vëllezër të dashur? Do ta bëjë një shtet që do ta pranojë islamin për Evropës. Inshallah thoni. Inshallah. Kurani për shembull fjale gjuha e Kuranit kush është? Arabishtja. Ju bashkangjitë në persishtja. Ju bashkangjitë masaj turqishtja, tash i bashkangjitë edhe gjuha anglishte. Tash përkthehet, komentohet Kurani në gjuhën anglishte që do të jese numri i madh nuk dihet statistik ka që do të pranojnë islamin pe atij Kur'an që ashtu përkthej vëllezër të dashur. Dhe më para te, i nderuar i vëlla, si përfundim, siri kënaqet kur sheh xhaja të bukura, halal. Veshi kënaqet kur dëgjon zëra të bukura, halal. Hunda kënaqet kur nuhat, domethënë era të bukura. Gjuha kënaqet kur shijon xhaja të bukura. Nuk pranojnë ndryshim. Nuk kënaqet siri me nëjë një zatë bukur. Nuk kënaqet veshi me pa dhe një pejsazh të bukur. Nuk kënaqet hunda për shembull me shiju diçka, e pa munda. Nuk kënaqet gjuha nëse nëjë një erë. E në gishtin me shtejnë baklav nuk kënaqet. Pse nuk kënaqet? A në zeftin e kupton ftofti. Ama baklava në shaume nuk e kënaqet. Po kush e kënaqet? Po kini. Po pse gishti jo? Po nuk hin baklava, ka gishtin bark. Po hin ka goja. Pra shifri tash. Pra nuk pranojnë ndryshim. Tash, siri kënaqet duke pa bukurit. Për shembull veshi kënaqet duke ndëgjuar për zana të bukura. Pra, hunda kënaqet duke nuhatur gjëra, për shembull të këndshme. Goja kënaqet duke shijuar gjëra. Atëherë bëhet pyetje, zemra me çka kënaqet? A thonë mazval kënaqet me këta? La. Ella bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vetëm me zikrin e Allahut qetësohen shpirtët tona. Allah të me qetësojë neve juve. Për të kaluar në thomi astagfirullah, për tashmen në thomi elhamdulillah, për të ardhmen në thomi inshallah o ta'ala, Zotin në bëjë të zemë përqaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin.